paraprakisht, sepse në momentin që... Po? Kanalet rreth 95% janë të pastruara. Janë të pastruar 95%. Nuk është punë kanale kjo. Kjo është punë ujë. Kemi një kontradikt këtu i nderuar, sepse po, edhe qeveria thotë që kemi rreshtje shiu mbi parametrat normal dhe kur kemi situata të tilla, kjo quhet fatkeqësi natyrore dhe në këtë moment qeveria e ka detyrimin të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe në rast se ndodh ky vendim i qeverisë, ju dëmshpërbleheni për të gjitha dëmet e pësuara. Mirë po, qeveria del dhe thotë që po, nuk është, siç thatë ju, në rastin tuaj mund të jetë e vërtetë dhe duhet të jetë e vërtetë se nuk e vën dyshim fjalën tuaj. Është kanalet janë pastruara, mirë po ka ceduar diku diga apo hidrovorët nuk kanë punuar me kapacitetin e duhur. Po qëllimi është i hidrocentralit shkarkimeve me teprisë ujrave. Po, edhe këtë do ta thoja, kemi dy diga të centraleve të Banjës dhe të Moglicës që duhet të ishin marrë masat paraprakisht dhe ato u lëshuan në momentet që kishte rreshje shiu dhe përveç lumi, përveç ngarkesës së rreshjeve, pati edhe ngarkesën e lëshimit të digës. Tani ato parashikimin meteorologjik më së miri dhe më së pari duhet ta ndjekin institucionet dhe kishin mundësinë që t'i paraprinin duke lëshuar digat paraprakisht, që mos i lëshonin në momentin e bile do ishte momenti që diga ishte lëshuar, uji ishte lëshuar paraprakisht në digë, do ndihmonte, lumi nuk do kishte atë fryrje dhe atë prurje që të dilte nga diga. Dhe kjo është përgjegjësi e madhe dhe papërgjegjshmëri e institucionit në menaxhimin e kësaj situate. Dhe ajo që isha duke thënë, në rast se përmbytja qeveria fakton që nuk ka ardhur nga këto keq menaxhime, është fatkeqësi natyrore, duhet shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe fermerët shpërblehen siç e thash. Në rast se nuk është, në rast se rreshjet nuk janë anormale, nuk janë, atëherë vjen pasoja, është shkak i këtyre përmbytjeve janë keq menaxhimi dhe kjo është përgjegjësi e madhe dhe dikush duhet marrë përgjegjësi. Gjithsesi, edhe në këtë rast fermerët duhen shpërblyer, duhen kompensuar dëmet sepse fermeri është ekonomisht shumë vulnerabël. Edhe zotnia besoj edhe çdo fermer tjetër në momentin që është dëmtuar fidani i mbjell apo prodhimi që kanë ser, unë besoj që shumica e tyre nuk kanë shlyer akoma fidanin që kanë marrë për mbjelljet që kishin kryer dhe nuk kanë më mundësi që të arrin mbjellën dhe të pavarësisht kohës që humbin. Pra, bujqësia është sektor specifik dhe ka praktika të mira edhe në Kosovë dhe në vendet fqinj, në Evropë, po që edhe kur nuk kemi gjendje të fatkeqësisë natyrore, fermerët duhen shpërblyer. Po, Sharka, të fundit, ndërkohë, kule ju besoni se gjithçka ka ndodhur është për shkak të një rastësie apo intensitetit të lartë të ujit, thoni ju. Pra, juve nuk ndjeni as pak të dëmtuar në... Shumë të lartë, Pra, gjithçka është vetëm për shkak të kësaj. Pra, nuk mendoni që kanë një përgjegjësi institucionet. Duhesh dhe më përpara të shikohesh agjinatura, pak më përpara duhesh shikohesh agjinatura. Mënyra se si reagoni dhe thoni, duket sikur u vjen keq për shtetin dhe për partinë dhe jo për dëmin tuaj. Dhe mua për këtë më vjen shumë keq fakt që reagoni në këtë formë, se zotëria që po ngre zërin, po bën një paralelizëm të situatës dhe thotë që fermerët duhen mbrojtur. Ju thoni jo, nuk duhet mbrojmë nëse ndodh kjo historia. Nëse nuk e gjeni veten në këtë bisedë, unë nuk dua të mbroj shtetin këtu në këtë rast. Zotëri, dëmi ju i cili është zotëri, sa dëm ke? Këtu është thelbi, sa dëm ke? Si të mbroj shtetin në këtë rast? Unë jam i falimentuar, jo i mbrojtur. Eksakt, aty këtë duhet thosh, mos më tregot më thosh që ndërkohë ishte një rastësi. Që rastësi është kur ti dëmtohesh. Na gjeti të përgatitur se nuk kemi përmbytur asnjëherë, po bëj 50 vjet nuk ka përmbytur nga kjo punë. Rave, po. Tu është problemi tani. Uroj që të gjeni zgjidhje dhe që të merrni shpërblimin e duhur sepse juve jeni përtej partive, prandaj e theksoj këtë formë se nuk u bën punë as partia dhe as kusht tjetër. Faleminderit. Atëherë të falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë, ndërkohë vjoj bisedën me zotin Sharka në këtë çast. Ndërkohë zoti Sharka është një dëm, nuk e di nëse ne do t'i referohemi konkretisht për shembull disa zonave ku do të ndalesh më së tepërmi që ka, po themi, dëmtime më të mëdha ose që kërkohet një nevojë urgjente për ndërhyrje. Dëmi më i madh është në Serat, sepse janë sipërfaqe toke me kultivim intensiv.
dhe kemi investime të jashtëzakonshme që kanë shkuar dëm, sepse 1 hektar serë mund barazohet me 10 apo 15 hektar tokë të kultivuar në mënyrë normale. Kemi sera që janë në prodhim me domate, me trambull, me speca, kemi sera të sapombjella ku investimi është kryer, janë përgatitur toka, janë bler fidanet, janë përdorur shumica inputeve dhe këtu konsiston demi më i madh. Sidomos në zonën e Goriçanit, në fshatra Samatis, bregu i lumit Seman, ka deme të jashtëzakonshme dhe akoma nuk ka ikur uji. Sa më shumë të vonohet ikja e ujit, aq më shumë është demi, sepse përveç demit akut, kemi edhe dem kolateral, sepse me largimin me vonesë të ujit, toka do kohë që të marrë parametret e saj për ta rimbjellë dhe për ta kultivuar. Kemi dem edhe në kultura, edhe në pemë frutore, sepse kemi parcela të tëra të mbushura me ujë që i asfiksojnë pemët edhe ka demet të jashtëzakonshme. Edhe demi i madh është edhe në parcelat me lakër. Në Myzeqes si vjet kishim gati 3000 hektar të mbjell me lakër, sallat, që ishe pothuajse në kohë për të vjel, një pjesë e mirë, edhe ajo është azisuar nga kjo përmbytje dhe është dëm i jashtëzakonshëm. Komisionet e pushtetit vendor duhet të vlerësojnë sa më shpejt këto deme dhe duhet gjetur forma dhe mënyra për të kompensuar fermerët sa më shpejt, sepse nuk është një akt bamirësie por është një ndihmë për mos shkputjen e zinxhirit në sektorin e bujqësisë. Sepse, siç u thash më përpara, në rast se fermerët lihen të vetëm në këtë fatkeqësi natyrore, nuk tregojmë një lloj solidariteti që unë besoj që e kemi detyrim ligjor, edhe qeveria edhe ne si shoqëri që ti kompensojmë për demet, atëherë pasoja do të jetë ajo që ka qenë vite me radhë që fermerët shkputen nga bujqësia, ikin nga Shqipëria dhe ne kemi humbje sovranitetit ushqimor dhe cënim sigurisë kombëtare sepse do krijojmë varësi nga produktet e importit. Ne kemi thënë me kohë dhe në pikat e programit opozitës, kujtoj, ka qenë shpërblimi i fermerëve për dëmet nga fatkeqësitë natyrore dhe pagesa e primit sigurimit. Në Kosovë, vitin e kaluar, qeveria ka kompensuar fermerët me 3 milion euro për dëmet shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore, jo atipike, por nga dëmet nga ngrica dhe nga dëmet zakonshme. Ndërkohë, paguan dhe primin e sigurimit që është një zgjidhje për të shmangur dëmet e shkaktuara fermerëve nga fatkeqësitë natyrore. Sharga, një pyetje. Po, të lutem, një pyetje në lidhje me ndihmën që po i bëhet nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, se po shoh reagimin e bërë nga ana e tyre, duke dërguar ndihma ushqimore gjës së gjallë. Tani, është mjaftueshme kjo? Është domosdoshme, por nuk është mjaftueshme, sepse dëmi më i madh është shkaktuar, edhe blegtoria ka pas dëmi të zakonshëm, por dëmi i parikuperueshëm është dëmi që shkakton përmbytja në arat e mbjella dhe në sera. Kjo është një ndihmë patjetër duhet për të kaluar këtë situatë, por Ministria e Bujqësisë duhet kishte marrë masa paraprake. Ne një nga 3 pikat, pilastrat e politikës agrare të Bashkimit Evropian është adaptimi me ndryshimet klimatike në sektorin e bujqësisë. Dhe vitet situata është e tillë nga ndryshime si pasojë ndryshimeve klimatike, ne do kemi edhe rreshje atipike, do kemi edhe fenomene tjera natyrore që do jenë me intensitet lartë dhe ne duhet përgatitemi. Në rast se ne investojmë 1 lek në masat paraprake, kursejmë 7 lek në dëm shpërblime, sepse dëmet janë të jashtëzakonshme. Shargat, falenderoj shumë, kënaqësi të kisha në program. Faleminderit juve.